Atëherë përshëndetje për gjithë, të nderuar kryetari i komunës, të nderuar drejtor të drejtorive, të nderuar anëtar të kuvendit komunal, të nderuara përfaqësues OSVE-s, të nderuar përfaqësues i APL-s, të nderuar dhe ju gjithë pranishmit tjerë. Të pranishëm në sallë kemi 26 anëtar të kuvendit, mungon me arsye Ragip Durmishi, mungon me arsye Besnik Ahmeti, bashkangjitën gjatë seancës, Ferdone Beqiri, Alketa Mecini dhe Egzona Lici. Vazhdojmë me miratimin e rendit ditës, hap debatin për këtë pikë. Nëse nuk ka atëherë shkojmë votim, kush është për? Kundër? Abstenim? Atëherë me 24 vota për, 2 kundër dhe asnjë abstenim miratohet rendi ditës. Vazhdojmë me shqyrtimin e proces verbalit nga mbledhja e kaluar, hap debatin për këtë pikë. Nëse nuk ka atëherë shkojmë votim, kush është për? Kundër? Abstenim? Me 26 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim miratohet shqyrtimi i proces verbalit nga mbledhja e kaluar. Vazhdojmë me pikën tjetër, propozim vendim për miratimin e buxhetit komunal të Skënderajt për vitin 2026 dhe parashikimet e buxhetit për vitin 2027. Për këtë pikë raporton drejtori për buxhet e financa Zotëri Ismet Aliu. Kërkoj folje para drejtorit, fjalën ja kaloj kryetarit komunës. Faleminderit shumë. Të nderuar drejtor të drejtorive, anëtar të kuvendit, përfaqësues të SBE-s që është civile. Obligim që është seanca e fundit e kësaj legislature. Që falenderoj secili nga ju për kontributin e angazhimin. Mos e kritike sigurisht, padane përfshirë opozite, në vetë ata që promovojnë të bëjë këtë ndajgje, pa kontributin në legislaturë, me një ndërsej me një komunikim institucional, dhe ndërsej që bashkarisht kemi arritë në dronë punë të mira. Shpresoj që ju gjithë që jemi nga së ajo që kam po shumica dhe fakt kandidatë në marrë përgjësi këtë institucion, të suksese dhe të shërta në përgjësi të reja në mandatin e ashtë. Faleminderit. Faleminderit kryetar, atëherë fjalën ja kaloj drejtorit për buxhet e financa. Faleminderit kryesuese, të nderuar kryetarin e komunës, të nderuar anëtarët të kuvendit komunal, monitorues nga Ministria e Administrimit të Procesit Lokal, përfaqësues të SBE-s, drejtor drejtorive komunale, në qenë se ky është njëri nga propozimet, vendimet e buxhetit për vitin 2026, dhe parashikimet 2027, është një ndër vendimet më të rëndësishme që kërkohet të aprovohet nga kuvendi komunal. Për në orë deri te ky propozim vendim, kryetari i komunës bashkë me ekzekutivin i ka kaluar të gjitha pozat e nevojshme për hartimin e këtij propozim vendimi. Procedurat të cilat janë respektuar deri këtu për hartimin e këtij propozim vendimi janë më përballës në aspektin ligjor dhe të gjitha procedurat tjera që kanë bëjmë me qarkullën buxhetore 2026-02 dhe 2026-02, ku me rastin e pranimit të qarkullës 2026-01 i kemi marrë burimet e financimit për komunën tonë, të cilat janë për financim për buxhetin e vitit 2026 dhe parashikimet 2027 dhe 2028. Buxheti i komunës për vitin 2026 do të jetë në shumë prej 20 milion 245 e 395 euro, me burimet e financimit nga granti i përgjithshëm, granti për arsim, granti për shëndetësi, transferi i shërbimeve rezervore dhe tyrat vetanore. Gjitha këto do të jenë burimet financimit për këtë buxhet. Janë shkërtuar gjitha kërkesat e drejtorëve drejtorive në rastin e hartimit të kornizës afatmesme buxhetore 2026-2028, e cila është aprovuar në këtë kuvend dhe është dorëzuar nga afati kohor me datën 30/6/2025 për strukturën e buxhetit që do të jetë në vitin 2026-2027.
Pastaj, si rrjedhoi e kësaj, kemi pranuar çarkullin e dytë 2026-02, në të cilën është ndërtuar struktura e këtij buxheti e përcaktuar në përgjithësa kategoritë ekonomike, duke filluar nga kategoria e pogë dhe shtesa, për molla dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transferes dhe shpenzime kapitale. Për fjolat e kategoritë ekonomike të përcaktuara, fjola për poga, kategoria e parë, buxheti i komunës do të financojë në vitin 2026 1.368 të kursuar. Kemi një ndryshim krahasim me vitin aktual, që kishim 1.362, ndërsa në vitin 2026 do të kemi 1.368. Numri i familjes, siç e dini me ligjin intervencionist lokale do zhvillohet në 27, kemi 6 pozita të reja të arsimi parafilur dhe 4 pozita të reja të arsimi filur. Molla dhe shërbimet, një kategori tjetër, e cila është domosdoshme dhe funksionale për funksionimin e komunës, por edhe shërbimet që i morën nga kompanitë, do të jetë në një shumë prej 3.181.121, e bazuar në të gjitha kërkesat e drejtorëve dhe drejtorive, si dhe zyrave. Shpenzime komunale një kategori ekonomike, gjithashtu që do shpenzohen duke bazuar në ligjin për menaxhimin financiar publike dhe përgjegjësitë, nëse i shohim për nga natyra shpenzimet edhe shpenzimet komunale janë shpenzime që i përkasin kategorisë molla dhe shërbime, por një ndarje e tillë ka me qëllim që të kemi mjetet e planifikuara për ndërmarrjet publike në mënyrë që mos të rrezikohet funksionimi për këto shpenzime e institucioneve lokale. Kategoria subvencioneve dhe transfereve do të jetë në 1.190.000, një shumë e planifikuar sipas kërkesave të drejtorëve dhe drejtorive, do të ndihmohen rastet shëndetësore, do të ndihmohen bizneset e vogla dhe të mesme, do të ndihmohet bujqësia në veprimtarit të ndryshme, do të ndihmohet ndarja bursave për studentë, pastaj shpenzimet e parimit e kategori tjera, gjitha të harmonizuar në këtë buxhet sipas kërkesave të drejtorëve dhe drejtorive. E kemi edhe shpenzimet kapitale. Shpenzimet kapitale do të jenë në një shumë prej 3.109.904 personë. Shumë e planifikuar, brenda strukturës e lejuar kaq. Prioritet kanë pas shpenzimet në projekte kapitale të cilat janë vazhdim, që ju keni në tabelën e projekteve kapitale, por gjithashtu edhe projektet e reja, të cilat do të financohen në buxhetin trevjeçor. Si shtesë në fund, unë e kam sjellë edhe kategorinë e molla dhe shërbime komunale, parashikoj se e kaluar shkëputje që kemi në detajizim të molla dhe shërbime. Kjo tabelë tregon qartë planifikimin e shpenzimeve për këtë kategori. Këtu është në kumulative për gjitha drejtoritë dhe zyrat, po është në 3.191.121. Me nënkode, po nuk do të thotë se këtu mjetën brenda një nënkode ekonomik në kategorinë e molla dhe shërbime nuk do të lejohet të shpenzohen për nënkode tjera. Domethënë, të gjitha lejohet kohët e kësaj. Në kategori përkohëse, po nuk do të thotë që të tjerë të kanë. Ky është një planifikim i parafort, ndërsa shpenzimi i buxhetit në të gjitha kategoritë dihet që raportohet në raportet tremujore gjatë vitit tashëm. I falenderoj për vëmendjen që kishte në shkurtë sa i përket këtij buxheti për vitin 2023. Faleminderit drejtor, fjalën ja kaloj Floriana Alibut. Faleminderit të nderuara kryesuese, të nderuar të pranishëm. Drejtor, dashja më pyeta kemi edhe subvencione gratë për lidhje. Faleminderit Florian, dikush tjetër? Krysti Mehani ka fjalën. Atëherë, gjitha prej kolegëve opozitor që morin fjalën, edhe përdumit përgëzuar për kalimin prej akuzave për tradhtim ndaj familjes Ashore për bashkëpunim të Kaleshiqin. Hys, tu kisha lut me vazhdu me pikën e rënë ditës. Vesh për kësaj. Hys, apo kalon te pika e rënë ditës, tu kisha lut Nëse. Po duhet për këtë kalim të madh. Që është turpi që më të pas. Faleminderit shumë Hys, tu kisha lut në pikën e rënë ditës. Po duhet me afaru
Asnjë nuk po dalë. Po shtohen temë, Po dalë në film. Që ky buxhet, kur keni bo bashkëpunim, e shpërfaqet edhe marrëveshjen e bashkëpunimit. Edhe që i kalim i madh, që është kalim skandaloz, përkthehet në buxhet. Po do duhet nëse e keni bo edhe keni arritur po çat kalim, do duhet me u bashku, po ju në kurrez të interesit qytetar. Pro drejtorit flitet që ndo, edhe në përdu një shpjegim për i drejtorit, që shko mundësi që drejtorit bujqësis kërkon për vitin 2026 200.000 euro ma parë subvencion. Apo e keni planifiku me avon drejtorin, po jo me avon buxhetin e me të nëtuohet edhe poliqit e tërmen. Pro shpjegon ma logjikën që drejtoria bujqësis i ka 200.000 euro ma parë për vitin 2026. Po ashtu, shpjegon ma logjikën që drejtori i shëndetësisë kërkon një i shëndetësisë 110.000 euro prej buxhetit. Kjo veç logjik nuk ka. Në ndërkohë që ky buxhet, ku e dëmton shumë seriozisht edhe arsimin, sepse në planifikimin për arsim, digitalizimi i shkollave është zero, furnizimi me kabinete informatike është zero, rregullimi i rrethojave dhe ndriçimi në shkolla zero, edhe furnizimi me pajisje kabinete laboratori në shkollë është zero. Pra, 3 segmente kyçe të jetës qytetarëve të Skenderajit që ky planifikim buxhetor i dëmton. E dëmton shëndetësinë, e dëmton bujqësinë, edhe e dëmton arsimin, në ndërkohë që pej 75.000 euro e bën 275.000 euro buxhetin për zyrën e kryetarëve. Domethënë kur bëni bashkëpunim, edhe kur bëni si kalime të tërshme, pas duhet me kalu me dëm të qytetarit të Skenderajit. Në anën tjetër, nëse shohim edhe planifikimin drejtor i ka 12 projekte më pak në relacion me vitin 2025. E 50 e so projekte për në anën 38 janë 12 projekte më pak. Planifikimin që kemi këtu, se unë bëj edhe analizë të planifikimeve buxhetore, planifikimi për vitin 2026 ka qenë 4.768.000 euro. Sot keni pru një planifikim 3.100.000 euro. Ku janë edhe 1.600.000 euro të tjera që nuk po deklarohen për planifikimin e investimin e kapitalit. Këtu zoti drejtor duhet me i deklaru. Çka ka ndodhur me 1.6 milion euro? Edhe ashtu të kërkojnë që me i hiq prej shpenzimeve, qytetarët e Skenderajit kanë nevojë qoftë edhe për ilaçe. Kur po vinë njerëz në institucionin që quhet komunë, nuk po japni asnjë ndihmë edhe për ilaçe. Në ndërkohë që keni planifikuar 3.500 euro transport për udhëtime zyrtare jashtë vendit. Keni planifikuar para gjepi 2.250 euro. Keni planifikuar akomodim udhëtim zyrtar jashtë vendit 2.950 euro. Shpenzime tjera për udhëtime zyrtare jashtë vendit 3.500 euro. Zoti drejtor, ky planifikim buxhetor duhet më ndryshu. Po, me planifiku para gjepi për veti, që jetë zyrtare dhe jetë punu në interes të qytetarit, e mos me ju dhonë njerëzve pare për ilaçe, edhe me bo një planifikim skandaloz që shkatërron edhe shëndetësinë, edhe arsimin, edhe bujqësinë. Unë nuk e di për ku jeni nisë. Edhe shpresoj që qytetarët mas shumë, mas fundit, kanë me ndalë këtë nivel skandaloz edhe të qeverisjes, po edhe ty në marrëveshje që s'kur që tjetër se në përveç marrëveshje tonë. Dikush tjetër, vazhdo në zër. Përnderit Kësuse, përshëndetje për gjithë. Mu më vjen keq, qysh mu me të më shprej, se me hona këtë formë. Jo, aske për këto s'ke raditje. Falem mos ma dërpek, lutna. Këti du të mi arë marë, ky se ka përkra familjen e Shari kur, se na e ka përkra gjithë përkra. Na nuk jem kundër familjes e Shari, po është kësni me hona. Edhe sët, që 20 vjetë këtë vend, kë nuk ka po barë kur veç zi. Edhe tash mundohet me mbulu rënd të veta, dalavet të veta me këtu fjallë. Kërkoj foli pak, jam emocionum, qysh mujti mu shprej kështu.
Më falni gjithë ata gabua. Ju kisha lutë Me fjalë që tina që na hatra e kemi tratu. Se kem tratu na kërkon kur, hiç, as se tratojmë kur. Po ky është ai që ka tratu familjen e Shahit. Falni. vazhdo të ta. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje kësuese, përshëndetje kërktarëve, të drejtorive, anëtarë të vendit, përfaqësues të SOBE-s së gjithë pranishëm. Se i përket hyrjes që s'nis në vjerën të këta e mësuvat e me hyrje, po tjetra na Abdullah, të kisha lutë. na provokoj. Keni kohë kur mi diskutu këtu, po ju në Qysh fillim, sonë, Abdullah. Na nuk e ndërhimis ne atë mos e kushtojmë. Në fillim por e mor fjala va i prita va opozitar mos i morën fjalë. Na mësoi këto herë më alon jesnis opozitar të kapitalit. Gjithë e kemo. Sa i përket tradhtis, si po thuaj ne, familja e Shahit. Po njëtën tonë se kemë bërë tradhti, as nuk i bën tradhti. Nesra, dhe të familja e Sharit në det, na thonë që më shumë familje e po jo nuk e. Ju po mendoni, më kop mas familjes e Sharit, që jam i bindur. Abdullah, të kisha lutë. Abdullah, nuk jam tema që do të më diskutu këta unë pikë tradititës, të kisha lutë. Jo familja e Sharit, po e dini se kam ja bërë shenën. Faleminderit Abdullah, ti kush tjetër rreth pikës tradititës. Afrim ka boshë po fjalën. Faleminderit kësuese, përshëndetje për gjithë të nderuar. Abdullah, ju kisha lutë për qetësi, jena në pikë. Vazhdo Afrim. Kës. Abdullah, vazhdo Afrim, a e po do me kry apo vazhdon? Vazhdo pra. Të nderuar ekzekutive të mia sot. Unë vërtetën as që e kom këshyrë, për arsye se është veç vazhdim. Është vazhdim se po nisë nga për fshatit të në Polak për 4 vite asgjë s'u realizoi. Dhe po shpresoj që është veç po shoh premtime. Dhe e di që ato premtime tash që po dalin kanë me vazhdu ende. Gjendja faktike në fshatin Polak. Si pasojnë, po dini popullin tonë shumë atje. Unë e kom prit për kryetarin sot, që të në bjen një vendim, se këj legislativ, edhe po koni obligum, me revoku një vendim të cën e kanë votu, e të cën e kom di që është i damshëm, për që keni japë me datën 30 prill 2022 shkollën e Polatit, unë e kom prit edhe ka premtu kryetari që nëse personin fjalë kush është ai të nënburimi, nëse nuk e realizon, na kemi revoku. Dhe unë sot kom prit një vendim të tillë kom revoku sot. Edhe unë e natyrës ky kuvend mi revokuat vendim. Se nuk u realizu, vetëm u kriju aty një katahur u kriju. E para, e dyta, ju buxhetin e keni pru. Unë çdo herë kom thënë, buxhetin e votoj jo për Afrim Kavashën. Nuk e votoj buxhetin as për kryetarin, as për Samir, as për as për këga. E votoj për kryetarin. Çdo herë kam votuar. Hera të nuk kom marrë vrejtje, po besoj që kësaj herë nuk kam marrë vrejtje, se kam i votuar. Ato të dish e votoj për kryetarin. Edhe çdo herë kur do të vjen, buxhetin e votoj për hir kryetarin. Se besoj. Po du me pyet. Masi nuk o drejtori i bujqësisë këtu, qëto grante, qëto subvencione, a jepen vetëm për militonta, a jepen për farmer. Këqën në gjendjen tëre, 50% ju ka ne njerëzve militonta, nuk ju ka ne farmerve. Fatbarësim nuk më ka e, kunkuru nuk më ka e, fëse më kështë përdor tash, në këtë fushat më kështë përdor. Po qaj komision orë në Polacia, ka thonë vetëm një person që e gjetë në të punu, jetë ti. Vetëm, dhe unë refuzohen farmer, derisa përfitojnë njerëz që jetu në Prishtinë, njerëz të cilët janë në Skënderaj e Përbanesa. Me të vërtet, buxheti kur të nuk ka parti të buxhetit. Ka për farmerin, ka për një nevojë, ka për njerëz të cilët e meritojnë.
E jo për njerëzit për militanta. Kështu që kiqa e s'kem që me folë, vetëm inshallah të Zotë të kemi shëndetin, e gjithë ju të shëraj suksese në jetë. Edhe ata të cilët kanë konkuru, ju të shëraj suksese. Faleminderit. Faleminderit Afrim, fjalën ja ka lënë Lidona Koci, pas saj Musa Pazdir. Mikrofonin Afrim nëse po mundsi. Faleminderit të nderuara kryesuese, të nderuar kryetar, të nderuar drejtor të drejtorive, anëtar të Kuvendit Komunal, si dhe gjithë të pranishëm. Me ta marrë materialin, unë e kam analizuar dhe kam pasur pikat kryesore për të cilat unë kam dhënë rekiza, ishin të planifikuara, siç është asfaltimi i rrugëve, ndriçimi, trotuari, kanalizimi e kështu me radhë. Diçka tjetër që kërkoj që të hyj pjesë e këtij planifikimi është edhe rrethoja e shkollës Goraz. Faleminderit. Faleminderit Liridon, vazhdo Mus. Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetar, përshëndetje për ju të gjithë. Me qenë se është thonë se e fundit, po mendoj e këtij institucioni, unë kisha thonë që paktën i shkon mirë siç u thek që të sekëm bashkë për shkaktat në fjalën për buxhetin, ja thina se çka tha me honë të llogarit që kjo është edhe veç për dashkëri e ka shit vetën se ne me trapo familjen, po që të qitja. Po dhe kështu që Faleminderit Mus. kështu që Jashtë pikës planifikimit vazhdojmë dikush tjetër. Në radhë po mendoj në të ardhmen, na siç e dim, në kena 4 anëtar për në kuvend që vinë, edhe ato shpresoj që kanë me orë, jam pak lokalist, kështu me qenë se nuk kam po për buxhetin e 2026, nuk kam po diçka për vitin e ardhshëm. Shpresoj që ata 4 asambleistë antarë në qiri që t'jenë zëshëm, me qenë se unë nuk jam, po aty në jurej sukses edhe gjithë ata që do e përsëritin këtë mandat. Faleminderit. Faleminderit Musa, dikush tjetër? Atëherë fjalën ja kaloj kryetarit të komunës. Mësuese Faleminderit shumë, edhe faleminderit zotëve për mendimet e tyre, për të piqen dhe për si që para jush dhe për si që jemi fëshallë zedore, po në gjithë në pashtime dhe përdojë për fëshallë zedore, sepse është një gjithë që në legislaturën ata që e morën besimin e këto, do ta përcjellin në implementimin e tij, lëvizjet që më bëhen, dhe rastësisht të fokusuar për pikën që post të analizojmë ashtu sepse secili jemi komplet mandat, secili një tjetër, post të politizojmë çështjet që për vërtet tani është e mos të përdojë në shprejhe më thonë, po nuk i shkon titularë, as më tepër antarëve titularë që ka marrë besimin që parë dhe ndroj qytetarë në kuptimin e diskutimit buxhetit. Pra, jemi të vëmendshëm, implementimin e buxhetit e ka për detyrë ZKA-ja, Zyrtari Kryesor Administrativ. Ai është përgjegjës për implementimin e buxhetit në territorin. Nuk është e rëndësishme shumë kuptimin se në cilën vetëm për ata që nuk i dinë dhe për ju është kam një morë teksion se si është për sepse çdo shpenzim dhe çdo aksion pa ndërtimin e ZKA-s nuk mund të procedurë. Në kodët kësaj ne kemi pas nga ajo që kemi kaluar këtë mandat, kemi pas edhe këtu kërkesa. Kemi pas raste kur janë ndjek shtëpi dhe ne nuk kemi pas kategoritë paktit subvencionimit për një bërë një që kanë qenë nevojshme imediate që është njore në ZKA-s. Dhe këtu lëvizje buxhetore i në me qëllim që rasteve emergjente të donin ndihmë her pas here. Pastaj është sigurisht çështja që kategoria e subvencioneve lëvizin. Varsisht sipas nevojave të rritë. Nashta ka më pas nevojë kreditë, duhet të thënë se kemi një procedurë të privatizimit
Ka në moment kemi drenica që ka morë një pjesë të madhe në kategorinë e listë të kulturë një sport, tash do të kategori nga shta me idealizmi i qitë drejtori për ose për bujqësi ose për shëndetësi. Kështu që ata që nuk i njohin, do të thonë këtë çështje në shpenzimin e buxhetit është lidhur me forma po klasë më kujdes në kuptimin e aspektit profesional, sepse nuk është ndarja ka shku sipas asaj që kemi llogaritë që është e nevojshme. Kategoria subvencioneve shka ato ku ka nevojë për ndihmë. Nuk është në rëndësi shumë, nësë ka mundësi me thonë me bujqësi, me morë bujqësisë, me kalu, që kemi pasë rastin, shano që kemi subvencionu e për natyrën, këto që kemi bërë sukimin e kemi përkapë të gjithë, duke më përni drejtërije, kështu që të është në nxyrën e kujtarit është direkt dhe procedura është me lirë dhe me thjeshtë për më përkrapë. Është kemi këtë shumë e një të gjitha që do në të pasu që pozitës të pakuja një miljene qka nga projekte të zhjone. Po më sa së qarë dhe dhe ma detalisht. Por me kemi një qiveri që në vendimi e rritë rrëve për 50 euro dhe e të komunave ishë një projekte kapitale dhe fashtë një kategoritë poga. Program dhe projekte kapitale, shqidhët hyrat dhe ta noke, dhe qëtë në kategoritë të poga, sepse unë këmorë këndin një oritë poga së të rritë për 50 euro. E këtu, buxhetin mbi 4.000 e so një euro është, për vitin ashëm dhe të 3 milion e diçka për shkak të vendimit të qeverisë së Republikës Kosovës, që i në vendime për rritë poga për sa i kanë për komunën. Jo veç komunën duke pasur që ka komunën. Ishte pyetja për shqyqarën e janë e vërteshëm që ka qënë të i përsilu se implementimi kontrola kolektive për që në për komunën të për budxeta. Në respektimi për pjesa rrashime që e kemi pasur dhe me kanë ndryshu në këtë plane, në sidomos implementimi kontrola kolektive ka përditë komuna në mënyrë të lashme. Shumë projekte që kanë pasur të finalizu vitin e kaluar kanë shtu për Sivet e marrë dhe Sivet s'ke mund me që gjonë që nashtë a i shdojnë të kërën dhe rritë në raport informus sa një të normalmon dhe i stashtë prej kategorisë të projekteve kapitale. Pra ndaj, të në di që për ratë s'kajnë dhe në janë kërkesa për të thuet, nuk është të nuk të gjonë, faktikisht në qëri mos se pashirë në proces gjadore të teknikisë, për nuk është të dejnë, je preshin që atë shakër në nësër të të gjithë. Që që zërë ka moshe për të bërë të një të dhe shkullë. Ki trotuarën në rrugën regional, ki implementimin në ndryqimin publik, ki kanalizimin në dagje në Veliqe. Velio, po është dhe trajtimet në pjesë të tjera ku kemi implementu. I kemi pregatit rrugica ku kanë gjitha dagje. Për asfaltit, por nuk i mund një asfaltu për faktës me ka morë budxetin tash për fatat implementimit për fatave kolektive. Ka nevojë më po ma shumë absolutisht, jo s'polacë. Në këtë pasi të fatat që si cili fshanë po kërkesa për veta fushës. Ndaj dhe ideja, nga jetë pak të në rëpsejnë fushat, pak të në mëtore, në mirë dhe të kamene të shumë të bo, këtu të në në budxetin. Ka një. Faleminderit kryetar, fjalën e përaj drejtorit për buxhet të financë. Pastaj vazhdojmë. Faleminderit kryesuse, faleminderit e juve që keni ngritë këtë pyetje lidhur me buxhetin për vitin 2026-2028. Shumë prej përgjigjeve i dha kryetari, të cilat ishin të sakta dhe në harmoni me strukturën organizative të këtij buxheti, se ka kanë betë në projekte kapitale shumë prej 4.723.000 karone 3.100.000 mon, dhe që përmendi kryetari, ndryshimi strukturës organizative është imponuar me qartësuar e dy buxhetit 2024, dhe se mboni mend apo e keni para vetes për nizën afatmes me buxhetin 2024-2028 ka qenë një strukturë pak më ndryshe, edhe të projekte kapitale, por kur e kemi drezuar në Ministrinë e Financave dhe ngritja e pogave që e përmendi kryetari,
ka reflektuar që nga fundi i projektit të kapitalit te kalojnë e poga, nuk është para pogë qarkullin e pogë, rritja e poga për 55 euro. Dhe kanë ndikuar që ajo pjesë e projektit të kapitalit bordet të pogat, gjithashtu në ndryshim tjetër që ndikojnë në strukturën të buxhetit në favor të kategorisë poga është projekti e kapitalit dhe molla shërbimi është ajo se shumë projekte kapitale nuk kanë nevojë të quhen sidomos ato të mirëmbajtjes të projekte kapitale që kemi me bojtën e ndërtesa arsimore, nevojë ndërtesa shëndetësore, objekte administrative, gjitha këtu, mirëmbajtja rrugëve lekore, gjitha këtu paguar me molla shërbime nuk llogariten si projekte të reja, nuk kalojnë molla shërbime, domethënë zgjodhen strukturën e projekte kapitale. Vetëm ato që ka ndërtuar të reja, ato llogariten projekte kapitale, mirëmbajtja nuk llogariten në projekte kapitale. Kjo koncept ndryshoi struktura e buxhetit, sa i përket planifikimin këtu në kategori molla shërbime që e kumësien, e keni në faqen e fundit, por unë e përmenda nuk do të thotë që 100% është planifikimi në realizim. Brenda kategorisë molla shërbime, çdo gjë që është brenda kësaj kategori, me këtu në inklude mund të bëhet për një tjetër. Po bie fjolla për marrë shembull konkret, nëse kemi planifikuar shumë të derivatë, po bie fjolla 80.000, 85.000 dhe nuk shpenzojmë për drejt importit edhe në mjete, edhe në mirëmbajtje, edhe riparim, material gjyqtar, dhe në shpenzime tjera. Do të thonë është kategori molla shërbime, po e specifikuar me nën kode. E lejuar kështu me qarkullin e dy buxhetore. E ki faqen aty, kështu e ki në material, e ki në faqen e fundit, kështu i kime në kode, dikun, ka faqe ka numër 36, 9, të e në rendiki i kia të, po gjithë shka shumë kodët molla dhe shërbime. Ishte dhe pyetja rreth fëmijëve në navigona, do të bëjmë prapë, do të vazhdojmë me vendimin prej 200 euro në raste të tilla, shumë e planifikuar është buxheti që në tabelën e parë, ka administrator të arsimit 120 euro, do të vazhdojmë njëjtë. Sa i përket subvencionit që përmendën në përdorëri, përmendën tutori, aty ku ka pas kërkesa dhe menaxhimi që kërku, është kërkuar te policia për arsye se detyrë bujqësisë shumë prej obligimeve dhe objektiva i ka realizuar në mandatin 4 vjeçor, kanë vetëm në disa obligime, po thuaj se financuar gjitha fushat që kontribuojnë në realizimin e bujqësisë në financimin me pajisje të ndryshme edhe të fermerëve dhe të bujqëve. Faleminderit që ishte tika shumë. Faleminderit drejtor, hisni ma unë replikë 1 minutë, shef pas të jafën Kaloshi. Tash, me thonë, mos e politiza buxhetin, ai politika në relacion me buxhetin, çka prioritizon se të subjekt politik. Po buxheti veç politik do të mësoj. Kuptimin e asaj nëse çka prioritizon. Nëse politizojmë buxhetin, atëherë do politizojmë çështjet personale. Që është jo deli me bo dhe çka kapën në çështjet e timi private. S'ka sens që mos e politizoj buxhetin. Në anën tjetër, nuk është e rëndësishme në cila drejtori. Pse është e rëndësishme zot Minura me shku pej 75.000 në 275.000 tash pjesa e subvencionit të zyre kupton. Nëse më është me tregu, pse është e rëndësishme, pse është e rëndësishme me hiqi buxhet. Se edhe se çka planifikon ti kjo shkon në relacion me drejtorinë. Edhe në anën tjetër, ju kërkoj me qenë pak më vigilent për thënë diçka edhe koordinor. Se njëherë thatë që Ministria i ka rrit pogat dhe ka rrit buxhetin për investime kapitale, e nuk shkoj 5 minuta dhe demantut vetën njëri tjetrin, por thatë nuk është e vërtetë ajo që tha më herët. Po kanë disa kategori për mirëmbajtje, tash kanë kaluar në investime kapitale, nuk figurojnë te investime kapitale. Po, dhe më thonë, që to, veç koordinone, më parën të që binë në tonë. A ke lezu që të buxhet zotë Minura, se vetëm për shtypin të si ke lezu. Shumë e mi binë të që si ke lezu. Kështu se, kryetar, nuk duket të the fushatën zërore më përmene, faleminderit. Ishtë fushatën zërore besoj që para 4 vite e pas në fillu, tash 4 vite. Çdo herë kam folë i njëjtë, për se kur nuk më përmend personale, e kam përmend të qytetarët. Besoj që qytetarët janë stane faktike që ti personalisht i sheh, se shkojnë të zëvat.
kontrollos edhe i din shumë mirë. Nëse e thua ato që pajtona plotësisht për shkak disa rrethona të cilat janë krijuar gjatë këtij mandati, e kuptoj vërshis, e kuptoj edhe kontratën politike, se nuk jam mirë që si kuptoj. Po me thonë që u punu, edhe po flasën veç kuturu, nuk është këto me thonë. Se besën personale kur nuk im shku, edhe kur nuk um etiketu, edhe kur nuk um fy, edhe kur këto shumë mirë. Se nuk um një sot, po besën që ka gja më të një. Po kum folë në bazë të realitetit i cili ekziston. Bazë realitetit. Unë edhe dje ministri kum thjet për problemet që në shfaqin Polas edhe policia që ka pasur. Unë kum marrë ministri, edhe në komunë, edhe të ranë që në shfaqin problemet. Kur nuk kum këshyr ato që matha për fushat, jo këto. E kum fillu e pas në fillu për fushatun në para 4 vite. Jo e tjera partje. Faleminderit. Faleminderit Afrim, fjalën ja kaloj kryetarit të komunës. Afrim mikrofonin. Partit të njerë, sigurisht në gjosë nuk është kultura ose nuk përvesh që ka pashme në qashtë të qitë, përse nuk pashme përse politizëni në qitë. Pashme se politizëni primën të cilën i të në vitës duke apodu për të dorë e në familjeve që në do të kine respekt si cilë që të shkë të nashë. Së në gjëri të familjeve të dorë të forme, forme, dhe të mëma dhe i kandidat dhe të matur dhe shtetare dhe kaqë. Që ka është të diskursë kërë. Që të kërtim fashë. Në gjithën, në të që si ka jetim. Dhe unë është ta se këmë redzu. Unë është me rëzut 15 herë, 20 herë, po të nuk për këta që ka janë kategoria monore shërbimeve. Kategoria monore shërbimeve janë kategori të cilën shumë projekte që në të kishin kapitale tash. Qeveria ka kërku me konë kategori monore shërbimeve, rinovime, të gjitha projekte tjera që i kimë, e që mëna kategorisë të monore shërbimeve të mund të realizit. Se cilarë, ta shpjegoj shumë një bunjën dhe shumë qohë, në përdi pëse dhe pjesa tjetër në të shumë në të pashër personale të qka. Në tash është të pjesën të fushatë. Une e poshja të poliqizërë në ju zëtinja të hapë, ama të lo sheq e të bërë për fushatë, të nëzjerë në teste, gjitha të mundë, mosën të nga kja, për klimit dhe real në gjykim. Golac tash ka shumë kërkesa nevoja ende që i kemë në proces e bërë të bugjetume që ka me vazhdu, por me thonë të vend, të mundës, nuk është bukur gjonë, këto me t'japë argumentet. Unë t'japë argumentet. Por e tasë është bukur gjosë. Nëse s'kerto atër e pas në mërë gabim në nuk e keq edhe me këmë fojnë të në rosë këtë kuptim e thash. Dhe e krejt angazhimi i jona është që një mund të gjetë sa ma funksional të morë parasysh sepse në përshurë në rëthona la mandatin mandat të kryen njësa objektiva tjera por bugjeti që është kompetencë e pushteteve lokale, është në përgjithësinë e ZKA-s, është në organet profesionale për të cilë ndryshime, lëvizje të tyre parashirë me legjë, dhe ato nga drejtorin tjetër sipas nevojave, vinë këto aprovohen në kuvend, ose të drejtën e ZKA-s në rast caktuar kur i lejohet me vepru në raste sidomos në atyre sugjete që po përgjësimi të transportorit në Faqë. Faleminderit kryetar, fjalën ja kaloj Besiana Faqë. Atëherë, kandidatë nderuar kryesuese, përshëndetje për gjithë. Dorën zanë di pse më merret kaq seriozisht Hysni Mehani, e cili është dikush që e pranon humbjen e betejës hala pa shkuar në luftë. Vetë fakti që kandidan për kryetar komune edhe ka siguru veten që me qenë edhe bartë cilistës, e tregon që kë e ka pranuar humbjen e tij në zgjedhjet e 12 tetorit.
Hysni Mehani ka mendësi autoritare. Ai don me qenë kandidat për kryetar komune, don me qenë varg si listës, edhe don me qenë pjesë e Komitetit për Politikë e Financa, e nuk e ka leju kolegen e vet, domethënë një farë vetvimi politik i ulët, e tregon mjaft për Hysni Mehanën. Kështu që shumë ju kisha lutur si drejtora ose sekretarët sa më pak më mirë me këtë person. Faleminderit shumë. Faleminderit Besion, vazhdo mentor me hetje ka fjalën. Do me vazhdu mentor apo? Përshëndetje kryesuese, kryetar, drejtor, dashur anëtar kuvendit, SPI dhe monitoros në APS. Unë e di që kontrata kolektive komunës tonë ka marrë mira herë, i këona herë faktikisht, edhe pyetja ime konkret është a mund të rimbursuar ato të kthehen qytetarë. Ndoshta ky është adresimi i fundit për këtë mandat dhe ndoshta karrierën time politike. Dëshiroj t'ju uroj sukses gjithëve o shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit mentor, Musa Fazliu e ka fjalën, pas ti Florian Ali. Faleminderit kryesuese. Me qenë se ciklu kryetore që jena në fushatë, më të shkojmë nga fushata, me qenë se nuk jam ngarë, e niva vetë detyruar që të marr fjalën. Kryetar, me qenë se të the edhe e pranoj që është punu, po foli kryesisht për klinën ato unë ku jetoj, është punu kryetar, faktike edhe kështu që më të faleminderoj për gjithë ato punë që e bën. Mirë, po shumica e punëve e nisë me gjithë, shpresoj që mandatin e ardhshëm ato që kanë më përfundu, në rast se të me të cekë, më të cekë edhe ato gjysa si të trottoari, si të ndriçimi, si edhe të kanalizimi. Mirë, po shpresoj që mandatin e ardhshëm apet të thënë, për gjithë ata garus të klinës që janë, shpresoj që të fitojnë të katërit që janë ngarë, edhe të ngritin zonën mandatin e ardhshëm. Mirë, po edhe herë po thënë, faleminderoj për ata që është bon, gjithë ato që ti përmena janë gjysa. Kështu që në rast e nisëm me shku dikon edhe jesën gjysë, po na mos më nisesh. Ose ta morën, nëse ja nisim me hongër, se s'di që edhe lona në gjysë jesin tënë. Do të që të në ato punë e në bonë klinë, po si mongë, shpresoj që mandatin e ardhshëm të tjilë. Faleminderit. Faleminderit Mus. Vazhdo Florian. Faleminderit kryesuese, kolegës do sham thonë sinqerisht fushatë është të bose, që 4 vjetë mund më thonë që nështë veç 3 herë ka folë. E për kush shkon e mon pëm gëdina shumë mirë, se kjo nështë vetë e mon pëm dikush, nuk e kush pëm së mon, dhe vetë dëshirë ku mjë do heqe për këtë fest. Faleminderit shumë. Dikush tjetër? Edhe një herë kjo plus, dikush tjetër? Fjallën ja kaloj kryetarit komunës. Shumë e përgëzoj Besionën që është asambliste e Partia Demokratike që një kryetar komunë e ditë si ju e keni demokracinë e vetë. Sa i përket kontratës kolektive, po më poj sinqert në kena posë të këtë në ministrë të gjithë të pote të mëna, më poj sinqert në postajnë të juve, kontrata kolektive, a që ka më të shtipë, së në po, të një partijë të në kifë. Dhe na e kemi mo padit gjitha këmure për mes asacionit, sepse marrëveshja kolektive së qeveria është më shku në ka qeveria, dhe qeveria pavarësisht se ka qeveri, gjësia institucionale është e vazhdueshme dhe ekziston kolektivitet bashkë me ligj. Kështu që është i lecu procedura gjyqësore për me e krypto vinjete, është në dorën e gjyqësorit, ashtu se si do ta ndërsa. Marrëveshja është e shkruar, e në shkruar për qeverisë, në fuqe përgjithësi, në buxhetin kanë gjyqatat jo kanë marrë komuna për faktën se marrëveshja shkruar për urbanicim.
institucionet gjyqësore për pushuar me anë. Në këtë kualifikim të kota supreme ka unë një opinion, i cilën e kërë shkotat e shkollës patë të dytë, dhe si e tillë që simulancët i kanë realizu këtu të drejta përmes institucioneve gjyqësore. Këtë pjesë mund të qafulje, e bëjnë mund që i model kështu pamane. Pra në që është do diçka po kohën e zneruj. Edhe kjo është jashtëzakonisht të objektive në këtë rast. është punu, do të që me respekt su kryja, do të si me qësën kry, do të trotuare, do rrugë, do të lica e këna mo, lume dhe nga më lume pas të rrugë dhe rrugë, ako me rrugë të klim, të këtë mes në të të rrugë dhe ko. Ko më pesë të të shotë të me këtë kesa me rrugë e ko. Që në është klim më real, dhe njën i tjetët unë me i të po, jo me paragjykime ose me sigurisht këtu që aja të me të dison në një proces në tash. Në pjesë e projekt të rekime post të planifiku në vitin e kalu. Për shkak të propas të rekime që e mo për mes të sori, të është si vjetë. Disa ideal dhe do të rënduj prapë një vazhdu. Se dhe si vjetë ka vazhdu dhe mo, një stash në përfullu me që si vjetë nga budget projekte kapitale, ne e ka morë një kontrakt të 1.100.000 euro projekte në kapitale. Kështu që që e pa moshme sepse nuk i budget projekte nuk hitës. Kështu që jetë budgetën e vazhdu, kontratat e në fjurë, kështu që është përsuj që jemi ofert në përfundu të kontratat kolektive dhe të problemit është që apo që e diskutuar në mund projekt. Budgetit të projekte kapitalit në skëndoj nësave në ju ka unë për 1 milion e i problemi për 100.000. Sepse i kanë rritë povrat të 5 euro dhe mërja mundë projekte kapitale se është përdim që i kjo në përse që është e pa drejtë. Se që i jetë në rritë povrat e i benefitimi budgeturë në i qëndë e jo në projekte kapitale Faleminderit kryetar, atëherë me kaq e mbyll debatin për këtë rit. Atëherë të pranishëm i kemi 25 anëtar, shkojmë votim kush është për. Kundër, abstenim, atëherë me 23 vota për, 2 kundër dhe asnjë abstenim, miratohet propozim vendimi për miratimin e buxhetit komunal Skënderaj për vitin 2026 dhe parashikimet e buxhetit për vitin 2027. Urime. Vazhdojmë me pikën tjetër. Propozim vendim për shfuqizimin e tërësisë vendimit të Kuvendit Komunës Skënderaj për këtë pikë raporton kryetari i komunës zotëri Fadil Muzula. Faleminderit përsuese në ndërmarrje të Kuvendit, ai është një propozim për shfuqizimin që kemi marrë bashkërisht. Jemi në funksion legislative dhe për shkak të para që të rekomandime që në nga Ministria në të tila janë pjesë e dërsimit performansës dhe kontrol pasur me të ndryshe, nuk ekziston anërisht ekonomi njëri sa më të për e shese çfarë rekomandime në ka nga Ministria në pasë. Në të referojnë në 1.20, në ku që në vendim, e kemi 1.20 që në të marrë për një profil dhe ati që apër 1.20 i ligjit për shëndetësi. Në të Kuvendit Komunës bën kërkesë në investim. Qysh kualifikohet projekti i Kuvendit Komunës? Vendimi është manifestim i ma shumë se kërkesë. Për vetë në gjyqtar. Ndërkohë që në ligjit kërkesë. Për qëta, në thonë, ne e kanë krymë për një shpeshisu për me, ndërkohë që ne e një shku, kom të vetë në procedurë që shka shku të dhjeva, e cila e patrio e fushat, në njësi të fushat, kjo është diskriminim politik të ta. Unë e këto kësha studu në shkollë tjera, asë në qakë të këto,
por në qënë si jemi në fund të legislaturës dhe shtë rekomandime pastaj të na penalizojmë në procesin e vlerësimit performancës të punëve që i kemi po dhe kam propozuar për me shpërqësu. Përndryshe në aspektin juridik, nuk po asnjë element që ky vendim ka qenë në kundërshtim me ligjin. Në paragrafin e fundit e kene, rekomandim të vepruhet në pajtim me nivelin 20 të ligjit për shëndetësi në të cilin përcaktohet që këtë institucion shëndetësor mund të organizohet në nivel komunal me kërkesë kuvendit komunal për kas komunal në pajtim me vendimin e ministrit të shëndetësisë. Pra, kërkesa e kuvendit komunës është vendim, është manifestimi të vullnetit të ndërhapësor. Në legin e quë, me apelere ka qënë ministrit të shëndetësisë, do ka dashme në atë një vendim për pyetje në ligjit. Sepse, dhe ku që vendimin e këtë pyetje shpirë në nivelin 20. Është vendimin nga të të nëvishë me të kam qetë një grupë të rëndipon. So është një interpretim totalisht politik, sepse disa komuna japet mundësia i përpojnë disa komuna i përpojnë njëtën në qëve tjetën të normalu që në vedi qësh që unë vedi këvendi komunës si organ kolegial që manifestojnë në vullnetin. Në përveç me ngritje të rrës e dhe vendim. Fardjeri, propozet të shpëqizojt për bjerë të ashtë që për apërtuat vlerësimi performancës në rastë të tila për të përë në ekonomi. Për në shas, në shas për pas në organove dhe ekshekutur asë të tërësishtë. Faleminderit, kryetar, fjalën ja vlej Besar të Rejcit, pas t'i Aliu Çfiut. Faleminderit profesor, përshëndetje për gjithë. Unë shumë shkurt dhe më kësha me ty hyqin a është podujeva Kosovës, a jemë në Kosovë, a jemë njëtë si komuna shtu. Mos e kanë qeverin qendrore atjerë në po. A mundët më nejtë në qajën dhe unë, si një vendim i fitë podujeve në blinë, kurse për komunës kënda o kjo. Faleminderit, se zhurë më maskaralat, po në banë shumë, po kësha po shefa një përgjigje të më nejtë në qështu. Përshëndetje profesor, përshëndetje të kolegët. Nuk e mësë të reglatë që sa kemë për krajnë të i qeveri. Kështu që në mendoj se si projektu ka qenë një për projekte që shpyt më bu në rëndësit shumë të qanë, cila vjen në shërbim shumë të parë. Edhe pse... Kjo kësha lutë për qëtësi respekt për të shkukur tjetër. Edhe pse në mandatin tjetër, unë nuk të jenë në mesin, kisha kërku që seancën e parë që t'japet mundësia ta futi prapse në randitës. Ka lënë kjo shumë rëndësi për shtetarë, shumë rëndësi për shtetarë. është diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë në Europën as në këtë që bonë të politikë të bonë këtu. Kjo është e rëndësishme, dhe kisha kërkuar që sa unë e ashme, ose që nuk jam pjesë e sot, pa ata në gjithë edhe të uroj që të ketë. Faleminderit Ale, Justin Hamje Kofjo. Sam mos të politizojmë buxhetin edhe të flasim real, hajde të dëgjojmë çfarë po thot me ekspertët së fushës. Hajde angojmë çfarë thot ai besoni eksperta, njerëzve që merren me shitëmin. Elojna profesorën se s'është isolimi, një ekspert po thot. Sigurimi i resurseve humane është i pamundshëm, sidomos stafi si specialistë. Ju e dini që Spitali Mitrovicës është vuajtur për specialistë. Dializën Mitrovicë në bon vetëm një nefrolog, specialist për kryen dializa dhe kemi të lashët të jashtëzakonshme në realizimin e punës aty. Të realizohet hemodializa në Skënderaj i shkon diçka e jashtëzakonshme, po është e pamundur. Poliklinikë nuk munden në ushtroj pacientët me qëndru, sepse duhet me pas mjek kujdestar me përcjell.
Po në poliklinik merren shërbime ambulantore dhe do të merren vetëm vizita specialistike. Nuk do të ketë operacione, për me u realizu do të jetë sfidë shumë e madhe sepse ka mungesë specialistëve. Një specialist nuk pranonor në Mitrovic e lejen Skenderaj është diçka e pamundur të realizohet, po sot një specialist që e keni më të mirin, apo po ja leti po lirin. Po sot një për ekspertëve që ju keni në grupë Juve është, po sot që ky, që unë e besoj edhe bjerë keq është me Juve, sepse ky është njëri shumë i ndershëm atë ndurë. E jo, e këtu në teta është besor ty. Ti e ki më falë se ta është i zëmë njëri të këtë, po jo, nëse e më fysës Kushtrim veç pak, jo kësha lutë për qëtësi. Do më t'i treni ti në s'polli, kushtrim. Po drejtë na fy asnjë. Ashtë nuk po drejtë, se nuk lejo ju fy asnjë heq. Vazhdo. Po drejtë na fy, që po ta qëllimin e fykën kanë. Jo, na fy, nuk jena na pandeshëm, nëse një pandeshëm asnjë. E po ta fjallin në kuptimin e jemis vetëm për që i pandeshëm kushtrim e këna po. Faleminderit, dikush tjetër? Po du me thonë që a i besoni specialistëve që i keni në grupin tuaj. E specialisti po thotë që nuk. Edhe ka dhënë krejt argumentet, edhe kushdo që e ka shërtuar edhe lishmërinë, edhe ministria e ka dëgjuar zonën e njëri që është kompetent për shkak. Fjalën ja kaloj kryetarit komunës. Shqipëria ka çështën diskutuar të sonë e kalim. Aspekti profesional, po gjithashtu ka pas precizë, ka pas por ne folëm në aspektin e pozitivit të shmërisë të vëndit. Në nëmët, aspektet të furnizimit buxhetor nga shtatë, që në budget e mandat, po dhe të kompetenca autonome që i kemë si buxhet të nga mojnë në funksionalizujtë. Hipotetikisht në klasë. A o diskutu këto për ekspertve që i kemi pas, po i të morë në skepticizëm. Por, në qenë se është ka përdu më implementu në komuna tjera, unë e kam pas në momentin me shty që i proces në po një hapën të komplet. Një hapë të më më të berë që në bërë që pastaj në fazat të tjera me implementu kësere. Unë e fulla në aspektin ligjor se si është këtyre rekomandimi që është. Po më shto referën në 2020, në vendim e kemi 2020. Një komunë po më ka me po prej ka një shiri të tash, do asë ligjerisht në të më parë. Po që është qësi ka bërë. A është këndem në diskutu që është sfid një implementu edhe të kuadri, edhe të furnizime për të logistika që ka të po që dorë nëse tani me në tonë herit dhe hapëm që furnizim, të dhëm një hapë pastaj e shurën, pakën dhe kimin një dhe në vendit të vendit, ne e konfirmim të nivellit që ndrohet, edhe tamen nëse mund me implementujmë e që të tjetë, kaqë. Nuk të protestojnë lërsimet që janë mo skeptike edhe të përturit dhe nuk të që e kemë, për një të këgojë edhe të ekspertët fushës. Ose do të më bërë gjitha komunat, ose nuk mund të bëna së të përë. Ashtë më të për dhjera që ashtë apërsisht, ku mund sa së këndorën, ku gjatë në policisë që atë që Faleminderit kryetar, dikush tjetër, Ali Lutfio replikin e minutshme. Pas ti Hysenovi. Ka deshta në komunitarinë. Nuk kanë qenë hës 2 mënyra, në mëllore, ore ka qenë, resurset, me ofru komuna, që i shku të shameli, që qeveria faktikisht në përkërorë, dhe më realizu kjo, e dyta ka qenë dhe që në rast që nuk ka mundësi objekt komuna, atëherë, do të që të në përkërorë, qeveria, uret me bëhë edhe objektin edhe këtë. Kjo është interesit që të mëllam, interesit e shvetorë. Kujtësari e përmenin, nuk po dhe rujë post kujtësari se se dhja rezultat. Kjo është poliklinikë e cilat dhe thonë post melioror të kërsh. Në të në kohës të shkodhe dhe të qështë të cakër. Nuk ka, të tjetë për që përma eksa në asë në asë raveca. Për një vëllër, qeverisë këtë punë shmi. Për një.
Përveç s'kam pëlqen që ky vulgariteti, kur I thash punëtar punon dash më mirë nuk I referohen në profesionin e tij. Nuk thash që ata janë profesione të tjera sa si kopshiva, apo në spedim se është tendenca me këtë kuptim. Nuk thash që veç ky sa punën e tij është I ndershëm, edhe besoj që kanë njerëz që do të ndershëm, mos I nane që është jeni të posin e Polioan. Po kështu, ideja është që në çet dimension për po flosën, nuk e dini pra, a keni informacion sa apo resurse humane po të jemi. Na I kemi po objekte që I keni ndërtuar su jasnë të asnjësans. Nuk bëjmë I përsëri që domosdoshmë e ke ndërtuar shkollën, se ke studiu aspektin sa po të shërbel edhe ka mirë tash po të përmushet son. Po dalë me prodhën një poliklinik që në qytet me mushë në sonë në qajnë në. Pra, e studentës të resurset, kur t'ja ofresh resurset, ta aftoprohet edhe shërbimi. Po, kjo është çështja. Unë di që më vjen shumë keq edhe për mëna drejtori këtë zotin Amel, po që kjo është e vërtetë atë sot se cilë për neve, edhe unë jam gërman me kontribuis në çështje që është mbi qytetit. Po kur e dim që s'funksionalizon që nuk është edhe janisëm det qytet. Se jeni në pozitë orëvece. Kjo me det ku det na ka punë çdo. S'po na del përqysh. Po na del halokin të loshëve me ujë pijës. Po na del për na morën vështirë s'kemi kanalizime, s'kemi çelë. Me det ku det kemi për grupi nëse. Me 20% më pak panor. Mentor Mehmeti e po fjallin. Nuk e po tani atë me fruj, po seriozisht i fundit po komplet fjallin. Hyse e në fyshaj pak fjallin, pak mirësesht. Se na pa tejtër është një derë shumë kundurë. është fjali shumë fyse për në i tjere. Partit nuk janë temë ku janë njerëz në dërshëm e pamdershëm. Kalimet në parti kaloj njerëzit. Dëshmeria e njerëzit është në dëshmeria e njerëzit. Ju shalu për te jetë në si përdojnë. S'ko këti që ke përjetunit e bokel me fyre akuzat i një personit dhe të më vedisu. është hera e fundit që po e të tjeku një diçka që në pa peguz atë 4 vite. Nuk ofenduhe njerëzit. Kena plane për qytetarë, plane të i në qytetë. Përndet në folë që u dhe të resova këtë fërë, po jam edhe i më që në dhe pa ndeshën nuk i, seriosisht nuk i. Dikush tjetër? Atëherë shkojmë votim. Kush është për? Kundër? Abstenim? Atëherë me 24 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet propozim vendimi për shfuqizimin e tërësisë vendimit të Kuvendit Komunës Skanderaj. Vazhdojmë me pikën tjetër. Propozim vendim për miratimin e draft planit lokal të veprimit për barazinë gjinore 2025-2027 në Komunën e Skanderaj. Për këtë pikë raporton zyrtarja për barazinë gjinore zonja Qikësire dhe Autaj. Nderuar kryesuese, nderuar kryetar, drejtor, anëtar të Kuvendit Komunal dhe Juzit të Pranishëm. Sot para jush paraqitet draft plani lokal i veprimit për barazinë gjinore i finalizuar nga grupi punues me mbështetjen e organizatës ndërkombëtare Ujë. Ky draft plan përpason një dokument strategjik të rëndësishëm i cili synon të forcojë përfaqësimin e barabartë gjinore në institucionet dhe proceset vendimore, të sigurojë mundësitë e barabarta në punësim dhe zhvillim ekonomik, adresoj dhe parandaloj dhunën me bazë gjinore, rris përfshirjen e gradëve dhe vajzave në jetën shoqërore, kulturore dhe ekonomike të komunës tonë. Plani lokal i veprimit për barazinë gjinore është obligim ligjor, gjithashtu është një ndër kriteret në ngritjen e performancës komunale. Ky plan ka kaluar gjitha fazat, ka dhënë një diskutim publik. Sot ky draft plan paraqitet për miratim në këtë kuvend, me bindjen se zbatimi i tij do të kontribuojë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të barabartë për të gjithë qytetarët tonë. Faleminderit. Faleminderit Qikësire, hap të votin për këtë pikë.
Floriana Lidhje ka fjalën. Faleminderit të nderuara kryesuese, me qenë se kryetari është këtu tek fjala përshëndetje kryetarit. Kryetari ka thënë se komuna jonë mbetet e përkushtuar për të siguruar mundësitë e barabarta për të gjithë. Veç siguri për barazi kjo nuk është. Po të ishte, nuk është me gjithë ekzekutivi veç me një drejtorish. Faleminderit. Tjetër. Atëherë, Afrim ka bërë konferencë. Faleminderit kryesuese. Kërkoj nga koordinatura po shefa asaj mesi që të angazhohesh më shumë që zëri i gruas mos të ketë vetëm sirtar, po zëri i gruas në të mjetë. Është edhe në pajtona me vlerësimin e Florianës, nëse i shkon që ashtu, veç me një drejtëresh e kemi këtë ekzekutive. Edhe kryesues janë vërtet. Kështu që dalmen, legislative tashëm, të cilët i dëshiroj suksesin në punë, kisha kërkuar që jap një hapësirë më e madhe rolit gruas. Faleminderit. Faleminderit Afrim, fjalën ja kaloj zyrtarës për barazi gjinore që sere do. Afrim atëherë për përgjigj në pyetjen tonë, se zyrtare për barazi gjinore këtë pozitë kam kaluar që 3 vite. Kështu që prej momentit kur e kam marrë këtë pozitë jam angazhuar jashtëzakonisht sa i përket barazisë gjinore dhe si sektor që jemi drejta për të drejtat e njerëzit. Jam ndërtuar gjitha fushat dhe kam bërë përgja një vjetë edhe në teren shqiptyrave dhe gjurave, por besoj edhe po kërkoj edhe nga ju që kemi bashkëpunim, sepse edhe ju asambleista do të kemi pak më bashkëpunur dhe më përgjithshëm. Edhe sa i përket njësisë për drejtat njerëzit, sepse nuk mund të bëj fort që po çast në teren. Kështu që sa i përket drejtorisha ka pas, po gjatë rrugës dhe fund mandatit kemi mirë me një drejtorish, por zëri ynë është që mandatin e ardhshëm me një drejtorishave dhe grave dhe ndihmose do të vitet, dhe lufta jonë është që zëri i grave të jetë më i fuqishëm. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Vazhdo Afrim. Qësere më duket kërkova një bashkëpunim më shumë, më duket që ashtu thash, më duket që zëri i rolit gruas më duket në nivel më të lartë. Për gjithatim, më duket që 2 herë më ke thirrë, 2 herë të marrë, kështu që potencial nëse nevoja potencial të tjera shumë të bashkë nuk mund të përgjigj në rolin tënd. Kështu që ti je pak edhe më çështje. Faleminderit. Faleminderit Afrim, fjalën ja kaloj edhe një herë zyrtarës për barazi gjinore. Afrim nuk e pota direkt vetëm për një asamblesë, kjo ishte e përgjithshme, e kuptoj që ti në takime ke qenë edhe domethënë po thuaj se gati je i vetmi që gjithmonë përgjigjesh takime, por u kisha pas dëshirë që gjithë asambleistat, sepse ju jeni e përfaqësoni popullin dhe zakonisht i dini interesat e tyre dhe jeni më nga qytetarit. Edhe pse ne si zyrtar bëjmë fushata vlerësuese jashtëzakonisht, po gjithmonë me ndihmën e ju jemi më nga tyre. Nuk e adresova të direkt, vetëm me përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit qëfësire, dikush tjetër? Atëherë me kaq që mbyll debatin, shkojmë votim, kush është për? Kundër? Abstenim? Atëherë me 23 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim miratohet propozim vendimi për miratimin e draft planit lokal të veprimit për barazinë gjinore 2025-2027. Vazhdojmë me pikën tjetër, pyetjet e këshilltarëve në pika të ndryshme. Me duket se pyetje nuk ka, Afrim Bejani me qenë se është stonë sa fundit, ju falendru për angazhimin edhe punën që keni bërë gjatë këtij mandati. Shpesh herë kena pasur edhe mendime të ndryshme në shumë raste, por qëllimi ka qenë i përbashkët. Do më faj mira qytetarëve dhe komunës së Zvëndit. Por ju uroj sukses dhe shpresoj që prapë keni me qenë legislatorë në ardhshme. Faleminderit shumë. Kalush mirë jo në Bele, ja.